fola shikus të ndërës dashtë mja për i shkuadrën e bukur që nëzeri Kresha. Mirë mëroma, mirë se vini në Oksigen. 717 emisioni e ka numrin. Sonte Mësafiri në ka ardhë. Edhe pak zhvillojmë biset të kënë që për artin, për muzikin, për gjithësi, për marak, është specifik, e shohim ma vonë. Sa imi të muzika, rrjedhimisht më bjen mand edhe dashmet. E pashe e reagimet e dashmet të familjes Haradinaj, që u martu Luani. Edhe shisha njerëzit të shojt. Ku kemi mri? Policia, bre, hajde për mo. Shikus të ndërër, qysh në erdhë kjo dit, mi shojt një dashën, një familjes, që kanë dhonë heroj bëtësa për këtë vend. Kanë dhonë luftetarë. Njerëzit të shojt. E tashi, a duhen ata si familje hala me dhonë luftetarë për këtë tokë që me mujtë me shojt ju dhe ma shuma? Ku marrja Zotit. Djali i herojt, Luani, djali Shkelzenit, plus ushtar i FSK-s, që kë Luani, kur së kom taku, ushtar i FSK-s, që u hi me dëshirë, me pasion, me vetdijet lartë, edhe ka kryu, për pos dëshirës pasionit për mi mbrojt atë dhënë, tash ka kryu edhe obligim me në mbrojt neve, na pishojmë darsmëna, gëzuar darsmën bablak, u trashe gëfsh. Edhe prej natë për të kemi bu 5 dje me 5 qika që Luani. Prej natë dove. Mamër se marrë është. Policia, ti përshana po, hes me mu, jo, po se kum ditë më konë pitë, hes me mu, e tjera, tjera. Edhe pa shkojmë të Musafiri, sponsor në Oksigen, e kemi Interexin. Brendi superior i marketeve që dhe vepron dhe operon në për Kosovë, për pas furnizimit high class që e ka, e di me përsërisim, senat e mija du të mu përsërit, çmimet e ulta po ashtu, e ka dhe lojnë e madhe shpërblyse. Ka fillu me 30 mars, 12 javë zgjat. Shka ka në lojë shpërblyse, që pjanisim prej këtërë që demek pak si ma të vogla demek, ka voucher në Interex 3.600 euro. Edhe voucher në Shell 1.200 euro. Pastaj jënë 165 voucher me vlera, 100, 200 dhe 300 euro. Shuma këtë këtënë është 30.000 euro. A ka prap? Ka. Që s'ka? Qekëshër. Pushime all inclusive Interexit, to kretë të idhonë. Pastaj, voucher në dartin, vlerë 10.000 euro në teknik të barë dhe të zezë. A ka? Që s'ka? Vetur. Kusha marakli veturave të reja kretë, ma që s'kusha? Kretë dyjenja. 3 copa e në të reja 2026, nejlona që ka bonona, Renault Clio, Interexi jep. Dhe premine kemi banes në Prishtin. Banes 3 flak në Prishtin, Interex e jep për ata që marrin pjesë të losh përblyse. Qysh mes me marrë pjesë të losh përblyse, kur jetu shku be ble. Pse jo, pa parash, dhe shkru në emnin bë emnin. E gjun në kuti edhe pret kur për të thirën marrë, mi marrë njën nga gjithë këto shpërblime, ose mund është edhe 2-3 vare, të farmështëri e bëvaki non-stop shkën të mush atë, e tjera. Unë jem hedi këpun, zguzemi mush atë i shkreti. Se qohët e mbje qëfar baksuzi, që shmi marrë, unë e ma zjedhojnë besimi ka bu të laverë. Interex. Faleminderit Interex. Prince Cafe, ku aparatin bre, Prince Cafe, që ku kemi, kjo është 3-1 dhe plot kafe tjere turke, kësisane, sot dush nga Princi, edhe Art Motion, giganti, platformat televizive Art Motion, këtë kanalet aty, me sporta, me sene, para kure pashma, para 3 neta, 4, NBA, më kënjaq, edhe futbol keni aty, edhe filma dhe dokumentara dhe krejt, edhe digital bin, edhe tringin, edhe krejt, Art Motion, Prince Cafe dhe Interex. Një këngëtar i dashur mbi të gjitha, i kulturun, i rrethuar me njerëzillëk dhe me njerëzillëk të vetin kështot privat që e ka. Shpat deda është, këtu e kemi, dhe me bisedu pak muziken për vlerat, shëshqysh ja ka njës mukfil për organizon do koncertet bukra, qoftë Kosovë, Shqipni dhe në diaspor, sepse pi respektojnë edhe vetën,
Këta që bedolin shpati me shok, për respektojnë edhe publikun tonë, edhe në diasporë, edhe në Shqipni dhe në Kosovë. Ju afru, me tentum ju afru nivelit botëror për organizim, edhe për muzikë, sa të buj me takatin tonë. Muzika ju më shelgojnë gjithve. Ne i hap vesht, për të gjëmë shpatin live këtu në karë në gitarë, shpat mirë mëroma, mirë së të erdhe vëllav jam. Të kam jarën, të kam loqë, si zëtni. Gjithashtu knatësi me qenë këtu prapë. Edhe, për të gjëmë pak shpatin, mas një shkoj e marë ullën, bojmë më abet, për mark. Shpat deda live në Oxygen. Pja lodhe qëto amonetet e mrama që i ka gitarja, po? Po, që shto. Mes më ndërhy. Po, mirë është, mirë është. Faleminderit që ardhë. Faleminderit ty për ftesën. Mu e besu që së jëmë bo një 9 vjetë jëmë bo, pe kërë më të herën funit. Kur o kohën që këta, 2017, 5 si masu lëmtimit që e bënëm. Para 9 vjetë. Këtë na ju presim juve. Shkoni rrit një karrierë, hajde apet kalzoni. Shpat deda. Po pra, shpat deda shikus të ndëruar sonë të mene, edhe që vesha dhe qysh si pak ma gëzushë, me folë për që është pat. Barë dhe zë, dhe pse s'ka më kur ma beti barë dhe zë, po s'ka lidhë. Ja, ma beti me gjyra, që të pjekës, isha met, ma opinioni, që shako marë. Aj shikus të ndëruar, vish për shqef, u përmandën. Dhe me thonë, vish pak, që kë? Që kë këpëj? Që është bendi, dër bendet e preferume të babës tem, Dire Straits. Mark Knopfleri edhe mu si gitarist Mark Knopfleri më përqenë shumë. Atë përqenë? Te për shumë. E ka një sound shumë special, po një më rritë të ingu Dire Straitsat në kërë të shku për ëllqen, Led Zeppelinat, Pink Floydat, që e pas këtë Gilmour. Luck and Strange, albumi më ramë. Ko ke Merakli, se kom di që e kësi Merakli. Shaki kujtu ti? Jo, për ne për muzikë, se kom di që e kënena. Po më janë mirë. Shaki, jo s'kom kujtu, se pas na menu. Kujtu dhe Tallavaj aksisenda popullora, edhe 150 plaka Tallavaj, ka për shpej, po tuta pi grithi, nuk i pruna. Ruja to. Qërë pasa? Original Master Recording. Top. Kjo është 200 gram shëba blok. Top. Që? Dire Straits, Brothers in Arms, albumi. Sa po shkon grami këtyre? Bëbomi një këta ne kush 200 gram shin ku thoi sa porën e këshin bo. Na kem punë me muzikë, 200 gram është me peshë, e ronë, varët kejgjit, po në asoj bjanë dhe të kënej. Si mi ngu në studio, Dire Straits avë këtu, këta nga në këtë plakë. Që ku kemi Meri Matji. E qëto mos me të rajtë s'pas në një për to. Dush më najtë ma shpesh për mu. Po që edhe, ma ke kollë ljojnë, s'tash. Ma ke kollë ljojnë. I ka marak edhe se do atje atje shansona, ka dole. Lockdown session. Na ti kalzojmë pak se qështu shpërndohet. Këta u prishën këta, i kam prish punë, po s'ka lidhe. Po, David Gippo lavdojnë një tjetërin. Po, jemi të folë për Pink Floyda. Që, lockdown session, pandemi, që boni me të tranu. E ta shi, anë gjenej shqiptarë që u konë mi pa këtë koncert live? Une, mine. E këtë albumin e Gilmourit, anë gjenej shqiptarë që u konë mi pa live në Rome. Edhe për këta po më duke sa e njiti. E më konon edhe plot shqiptarë tjerë. Që kjo është albumi preferun, jemi edhe i Sedatit. Apo Sedat, Final Cut. Nailona, për rujt, që shë ka bo njona. Halazë kupqe. Hajde për shkojmë të J.J. Cale për hatër Sedatit edhe të Kleptonit se e kanë pas jaran. Që është albumi i Knopfleri. Knopfleri për ndryshe i vjen gitarës, nuk e dhja edhe me gishta, nuk e përdojnë. Ja, ma nuk e dhja, nuk përdojnë si dëritë se të gitarës ish, që ato e ka një farë tingull edhe i që i bjen, është specifik sepse i bjen me gishta. Në më thonë s'ka regullar. A gjena shqiptar që ka pa koncertin e ti në Vjen, që ku ki babën? Atë kam vetë daj kush pa po. Rësti artin e kom po. Që shto Shqip, shqipusë ndëruar, e përfundu me Shqip. Qërha, plaka. A ka ne muzikant që e bënë edhe në plak, do i me bo edhe në plak? Unë e kom nërmen me bo në plak, sepse o këthy plaka. Vinil. O këthy plaka dhe ka një target vetin, specifik, shumë është interesant, me e të teknologjisë për para, po këthejmë. Në analog për kanë qef. Se qëre bre, a din di qysh, o bo konsumi muzikës, elshon në telefon, ki krejt muzikën në Spotify, kejt botës, o ku një farë lezeti me blek, to e me qele, me këqyrë më rana, me fshime. Kanë shti njerës, po dhe me fshime në zërë, të me janë njerën, kër është e reja, përdeni. Ma një plus kanë botë, ashtë po di këto e kanë, po i kanë... Kanë ashtu libra më rana, me tekste, me vizatime, me... Unë e kom nërmen albumin tem tretin, Fojti, se që shtu bëka për qefë më fojti, edhe për qenë. Që ipi albumin e funit, e kom nërmen me bo,
me bo vinil pa tjetër, por ka mundësi që të shokur. Nështë e loni një sebeb të amanë. Që 20 vjetorën e kam të karierës mas 2 vjetë dhe me qatë harqë. Qërë më pabla. Special. Qëllat. Special. Tak në shpirë. Ma shumë kanë quk ta njerëzën në hapsirë se sa nasa. Fix. Që shtu thojnë për flojtat. Po për flojtat unë s'kom të qenë, normal se kom posat fat me qenë, po kom një që i kanë koncertet, edhe që kom po online, që kom po shtu të gjizume, i kanë koncertet për vuj e veçantë, po edhe muzikën. Edhe muzikën. Për dyshës di, a për kini për Dark Side of Oz në herë? A për di filmi Wizard of Oz? Wizard of Oz? Jo, shqy filma. Shumë filmi njoftën është Wizard of Oz, me ta karakterat, edhe është Dark Side of the Moon, edhe ndo njerës që elshojnë, është një moment i caktum online, më shme këshyrë kure, elshon filmin, ja shon zonin, ja ull, edhe elshon Dark Side of the Moon bashkë me Wizard of Oz, edhe dy qysh për shtollët si musical, muzika, albumit, bilet do njerës tojnë më se kanë bo me qëllim. Mene që kom koincidencë, po për një me për shtollët, për me janë të skejnë aty të bërtit një karakter, aty është të bërtit në... Që të koncertin që e patë This is not a drill, what you're saying? Ke 50 vjetori i The Dark Side of the Moon. Dikush të folë në një dhe për Shqip, po dhe po këto e një inspirus, që me më rritë të plakat edhe në alë, me bo muzik, të përpunune, të mirë, të menune, që po thotë shpati në fleri që i bjen me gishta e në specifik të njerës. Ka bo për shtypje në fleri, sa denë, si në mos kërja patanisme me bomitore, të menon që dush pa tjetër, dhe në kërja patanisme me gishta, menon që pa tjetër të me dalë në dridhë, se... Që të tërton një gishti, jo, po është që një prej virtuozve, si në mos në stilin që e kohë, është pak blues, pak rock. Me gishta dhe mani e kupton pëse a e nëzera tingo, se është në stop gishta, është s'ka regula. Muzik të filmave bojnë këta, të marakit, fantazia. A ime të shkun që atë drejtim? Po thëmë tash kretë rock, na, shqiptarët. Ose a kemi pikë referimi që ata, se një edhe do fërë këngëtar që thojnë, e në Bulgari, të thëmë, me su krasoj, me Balkan këshin, më në për bot inspirohi. Qyre, tash, nëse flosin për industrinë edhe qasin që e kanë posë dhe që e kanë studio në bashkëpuntore, kështu me rodë, normal që është një tjetër qasi që e kanë atje mirë, po, qasin që e kanë në shpirt vetin, për me po qatë muzikë që e kanë bo, e kena krejt njësaj. Po. Krejt artistat e mdhaj. Unë e për veti, prish asoj gjithë jo mënu me o inspiru dhe mës me gjithë arsujet time pëse s'munësh me bo diqka, po me këqyrë mënyrën qysh munësh me bo diqka. Qa e më ka shty, edhe mëj me thonë që kena avancu shumë edhe në këto, edhe ka muzikonta fantastik, ka studio fantastik, edhe sot ti munësh me nëzirë sound, qëfare të nëzirë në ketë botër, nëzirë edhe qyto, edhe unë jom me, sidomos me 2 albumet e funit, si këto të funit e kom bo live, i pikën a në qëzu krejt live. A, kom pash shumë bukur edhe shumë. Menoj që kena rrit një kualitet që është i krasu shumë, dhe më thonë, veç dëshira është me pas, edhe që kjo, shka pa dënë ti me nëzirë për vetës, ajo varët veç për ti, sa e lypti mrena vetës, sa thëllosh veti, prej kujt inspirosh, qëfar muzike, nga në muktane, kur ngoj këta këtë mësusa i cilësaj. Këtë muziken që ngoj... Do më thonë inspirosh prej tyre? Po më ne inspirona prej qasis tyre, inspirona prej respekti që ja jopin, sepse me pas një talent muzikës, se qëfar të talent e në artë, të menoj që është një bekim i madhë, që tipët ajo mundësi me pasat përvoj njët, edhe unë e përjetoj si pak si përgjithsi, se tipët që ata është të dush me këshyrë me këthyr mënyrën ma të mirën. Edhe unë ngoj njerës stilt e marin me qëtë qasit, dhe më thonë, kur ullën me bo muzik, ullën me bo art, nuk ullën me bo biznes. Biznisi nëse vjen është mirë, po që ajo kur del prej teje, unë e të pak të në qashtu e kom qasë prej fillimit, edhe muzika që e ngoj, është muzik prej njerëzve që e bojnë qashtu. Bravo. E që ato mund është me bo ku dush ti, se s'narë kërkush heq. A ki inspirim edhe aje falenderus shpat në e ku që e inspiru, për shembol kë e falenderoj Bob Dylanin, J.J. Cale'in e falenderu edhe në Fleri, edhe Watersi, Gilmouri, shka ka thonë aji, për karo, jo për karo po e tjetëri, për Gilmourin që Steve Lukather. Dëgujt. Normal, prej... He's God, ka thonë për këta, për Gilmourin. Po du me thonë që prej krejtve merë ka diçka, për shemë, Bob Dylanit ta e patë mësime që shkruat një tekst, që shkruat një poezi në kongë. Edhe Nobel murë. Po, për ti e merë këto. Ma një ka këngëtor tjerë që lëtshosh në kënim në kongë. Për shemë, Jeff Buckley mu më pëlqen shumë. Jeff Buckley, kër ngon të kënu ato, thu, s'munësh mës me u përfshipe një emocioni shumë të thellë. Ma nena e kom një farë Nick Drake që nga i cili përdor do akordime alternative të gitarës. Si shëron tela, ti qetë në akordim tjetër, e mu më ka shti me eksperu në qatë aspekt, edhe i kom një 4-5 kongë cilat i kom bo. Po ma një që mu këthy këto, kër ngon Lover Barion,
A mundet mos me të rëlqeth mishi. A ki pa që është projekt la verbari? Që ato përdojmë, edhe ajt kalëzën që është shumë spirituale këj farma beti. Dhe më thonë, as ka shkollë muzikës, më sot di. Jo, muzika me sele në vete, ba. Aj, edhe dhe më thonë qëto, prej krejtve merë diçka dhe manin fund të i mënosh me bo qysh vjen ty. Po bisedoj me Shpatin që të ndërruan një nga shtyllat e rëndësishme të kulturës si një populli, muziken. Shpati është specifik në drejtimin e vetë, s'po thomon kum vetë muzikanta për Shpatin, para se më diskutua, kum lexua, kum krahasu Shpatin me botën. Shka u ka bëhet, shka për ndodhë shumë mirë, ki mikrofonin së hartë levet. Thash se dotim ka thonë me këqyrë ka pak, se do t'jo në gjendje edhe pa mikrofon me t'in qizur, që si mjeshtër jo. Zdip se për t'avnojmë. Edhe po bisedojmë, pse jo mes me tentu qysh kemi arritin në plot sene në sport, përmes edhe këto dua, rita, këto, pëse me bërë si bende, qysh jeni të i bërë disa koncerte. Se i duhet një popli edhe specifikat qysh jeti edhe plot kolektu. Po, unë menoj që është tani mirë që ka fillu me u kthy industria drejt live-et. Po. Unë e për vete që 18 vjetë që i bëj muzikë, unë e veç live kom ditë, ndryshës kom ditë që shbohet edhe për mu kjo është, po vjen mirë që ka fillu me u vetëdisu edhe industria dhe sidomos artistat që janë qëtash pjesë e skenës komerciale, ma mainstream, ka njës me po vlerën e të bo, sepse me bo live, me bo koncerte që po bojnë, është ma mirë në krejt aspektet. Mos të flasë për ndjenjen që sheki kur del në skenë dhe e ki bendin live. Edhe kjo tash në ndihmon krejtve, sepse mësohen edhe njerës me pagu një bilet më në koncert, sepse me shku një koncert është knosh. Edhe përjeton, edhe respekton shikusin, edhe përjeton publikun. Ndryshe me ngu me një klab aty, ndryshe përjeton me shku me një skenë, me ndryqe me që është e bome, është e konceptume për me ta servu muzikën ty live. Edhe ju si artista ju ngritet përgjësia, edhe ma te për ku del në koncert aty. Këto është momenti kur janë isë më do dhe shopi për sheqeri. Bravo, dy aty në të bardha, po duhet me ditë kush është shopi, kush është sheqeri. Po sepse, adin live, ka do që janë mësu më smeknu live, e sfidu se është meknu live. E zban. Ta që janë që munën, kanë me jesë për para dhe që shtone për shoh këtë farë industria. Biletat ka sa përshkojnë ka 50? Varët kush, nuk e di, ka prej. Me sa kom po në Shqipni shkojnë ma shumë. Super. Në Tiranë, aty është tjetër treg, por që aty, silën prej 25 dhe ka dhe 60-80 VIP. Kom një që ka dhe në këse evente që janë me DJ-a që kita vëllin VIP për masë, që kushton 1000 euro, 10.000 euro, që ka njerës që e pagunë ato, kanë qef me nejtë over DJ-t, po, të në sene tjera. Mirë, po, njerës të e ka njësë më mësu me pagu një bilet, a me shku në stand-up, a me shku me po një koncert, edhe kjo mu po mjep shumë kuraj, edhe është një prej arsyeve pse jem mobilizu qëtash, edhe po kom kogja shumë motiv edhe energji me organizu edhe koncerte edhe me bo tash material 3, album 3, sepse kur e ki mundësin me bo koncert, të e bon albumin edhe bon një turne edhe që ashtu e krynë vitin. Që ashtu ja bojnë këtë botën. Vesh të na së konë që kjo ekosistem, se së konë si kulturë. 450 euro bileta tu të këta bablokat. Po dhe. Ta shmi pa live, apo të bëta knash shpirtin. Ashtu fix. E tash, kë shoke jam jetoni, baba i organizatorve, baba i producentve të koncerteve, me të më thonë edhe për me bo stand-up. Duesh me bo dhe në tash. Me thonë që, po, që. Ja, valla, bone se edhe të shkanë me bo dhe e shumë i mirë në drejtim, unë edhe knoqësh be, knoqësh është tjetër raport. Kemë bo plan me jetonin. Kena nevoj me kesh. I thash, ja high-end, ja se bëjnë ndryshme. Nuk vi për para, vi për shef, edhe me fitur normal, vi mi bo bukër. Normal. Mi bo high-end. Dut me dit njerë. The dark side of the moon. Fix. E shiku se ndërë kështu me Shpatin, që shkaj që koncerti i fundi, që ta shkene për një për Shqipni. Po e kom pas... Hajde muhabet. Unë e kom bo një album në tetor vitit kalum që e kom lansu, quhet Hajde në Ballan. është një live EP album, edhe është hyrja jame në zhanrin Neo Soul, cilë është një zhanrë që mu pëlqen shumë, është një zhanrë që është e pas një rikëthim. Po vishë njëve spjeko, në që t'jemi muzikanta. është zhanrë i cili ka mrena soul muzik, ka R&B, ka hip-hop, ka jazz, ka pak funk, ka pak afrobeat. është kogja muzikë që të lejon me eksperimentu, të lejon me shti poezi, të lejon me shti improvizim, të lejon me shti jazz, të më thonë është fluide bagi. Edhe më ka pëlqy edhe fati jam është në ekipin tem muzikantave me cilë për muzikë që një kohë gjatë. Këtë mirë. Janë krejtë shumë të mirë, është në Sema Gjunin të Tupana, jeton do lako në tastier, është Art Loka në gitarë, është Fatlin Ferrati në bas.
Gjithë janë muzikanta cilët e kanë një ndjeshmëri për këtë lloj muzike, dhe në këto e kom ditë, edhe kom ftu me bo qatë album, edhe kena bo albumin në një formë bashkëpunuese prej fillimit. Do më thonë, jena taku nja 2 muaj bashkë, edhe nësë kom pas as kongë, as kur gjë kur i kom thirë. I kena bu kongë bashkë prej fillimit, aranjmanet sidomos, edhe vijat, këto instrumentalat. Masa unë e kom bo vokalin, tekstin vetë të shpia, kena bu shumë prova, edhe ma një qërshia ambitor, dhe është Reinald Kollom, që është trumpetist Katalunas, me famë ndërkombëtare, i ka 7 albume në emër të vetën, është muzikant që udhëton botën, ato e kena taku në Jazz Festival këtu par vjet, edhe e kena bo shok. Edhe pra me ardha dhe botë. E kom ftu edhe ka ardhë në album, edhe kena bo albumin e kena bo live, e kena nqizu, dhe me thonë krejt bendi, një dit kena shku, i kena bo qato 5 kongë që i kena pas, ka 3-4 herë se cilën, edhe më fone zgjedh një take, që ajo është take, s'ka me shku në studio me përmirësu, s'ka me shku me shtin autotune, është që ajo që e nqizu. Edhe jom shumë i knaqën me që shka dalë, edhe prej kërë kryaj album, kom pas shumë qef menzi kom prit me anis koncertet me qatë material, normal edhe me kongë tjera të mija cilë të shtin qatë frym, edhe 2 para që sa po i kryva tash me 28-29 prill, kenë në Tiranë, me emër Katarsis, që do me thonë çlirim emocional, edhe kom do është me adhonë qatë dimenzion, se mene që kena shumë nevoj për diçka tillë, dhe muzika është e tillë. Edhe ka qenë 2 net shumë bukra, suksesi madh, 2 net sold out, është gjiru koncerti, kemi kalu tepër mirë, ka shku gjithçka në rregull. Edhe si jam këthy në Prishtinë me njëherë... Ka mu shfaqen Top Channel? Po, ka mu shfaqen Top Channel, është gjiru prej Top Channel, është organizu bashkë me Top Channel, në Top Channel i kom një farloj partneri pe i fillimit të karierës, gjithmonë kemi bo bashkëpunime në momente caktume, edhe në këtë koncert jemi futë edhe në organizim bashkë, edhe ka dalë një realizim me cilin jam shumë i kënaqur, me thonë dërsa realizimi ma profesional në karierën teme deri tash që kom realizu diçka. Tash do me bisedu dhe me Valonin këto me Klan, që edhe ky koncert i Prishtinës, tash kemi me folë për koncert Prishtinës, mi pas edhe Klan Kosova, pëse nësë me pas? Po ta shojmë aty, tash jëm në organizim, datën e kena caktu për këtë koncert, mirë që ma qire këtë mua bet, se këto po du me folë, është me 14 qershor. 14 qershor është në Prishtinë kom vendos me bo pak ma ndyshe, masi është dëverë, edhe njerës ka nevoj me dalë, jashtë natyrë, kom vendosht me bo në hapësirën kulturore edhe, e cila është, aty dikon Kabutovsi, është një hapësirë shumë që po bojnë aktivitete, po kanë jazz, po kanë aktivitete ndryshme kulturore, dhe kanë një livadh shumë të madhë, ku nëzën shumë njerës, edhe kom vendos aty me bo me 14 qershor, është e dile, ka me qenë event shumë i përshtatshëm për familje, me ardhë kretë familja, dhe me kalu një dile në mramje, kohën kur janë nisë me përëndu dili, na kena me nisë me bo muzikë, si të përëndon dili, bo nata me drita, kena me bo një light design shumë special, besoj që ka me qenë diçka shumë interesante. Aty janë njëjtë ekip që ka qenë me mund Tiranë, edhe Reinald Kollom ka me ardhë, ja kom zirë biletën, ka me ardhë aty. Edhe besoj që ka me qenë një koncert shumë i mirë, shumë i bukur, biletat janë shitje, momentin që po flasim në platformën kokoli.com, kush do me po hinë në Instagram të unë e keni linkun aty në bio që e kom qitë, edhe me thonë drejtën me nëzirëm të prit me bu këtë koncert, se besoj që ka me qenë diçka shumë e bukur. Zitoni mi marrë bileta, tashin me shme Early Bird, e jam pak ma lirë, ma një në ndronë shpimi, mas një kohë normal se keqë është të kja pojnë. Edhe bu knaq, edhe minimu artin, edhe këtu Katarsis. Katarsis, Sun, Moon and Stars, këtu është, sepse e në në qilë të hopën, janë isë me dil, ma një delhona. Dili hona dhe yjet. Edhe yjet, dalin edhe ketë bashkë aty. Du më thonë njëzët kanë me këshurë të leltë, mi pa yjet aty. Qa dojnë? Shojnë edhe ty, edhe atje. Qa dojnë mund me këshurë? Qështu në shka në arti për para? Kimo përgatit mirë? Top. Top, në veç jena të përgatitur për koncertin Tiranë, se sa e patëm, du me thonë jena gati, një dimenzion që po kom qef këtu me shtu, sepse një kuadro si Reinald Kollom kur të vjenë, është mirë me shfrydzu sa ma shumë. Du me thonë me shfrydzu që edhe muzikantat e ri që janë këtu, me pas një kontakt me një njeri të kalibrit t'il, edhe me mujtë me mësu diçka, kështu që du mi organizu edhe Katarsis Masterclass, ja kom lënë emrin, ku janë klas ka një orë gjys, një e boj mune me rejnë, ku të kena me tregu që kena realizu një kongë të albumit bashkë, që kena bo. Një me gjase bërë si ma gjuni për tu pana,
manena jem të folë edhe me muzikanta tjerë të skenës, jazz muzikanta që janë me emër, si Ilir Bajri, Armen Gjaferi, nëse dojnë edhe ata më kanë i klasë. A di më farë kalibro që ai njëri. Armendi, se më spishojmë shpesh. Armendi është doj ave kinë edhe me jazz. Jo, edhe në televizion dikun edhe pa, çfarë edhe gitaristi. mas koncertit, domethënë këto klasë kanë me qenë të hapuna për krejt kush dënë me ardhë, prej edhe është synimi me ardhë muzikanta atëri, cilë kanë qef me mësu diçka, edhe me kryu kontakt, edhe mas koncertit, kur kryet koncerti jashtë, kena me Imrana dhe kena me bo një jam session, ku ka me vazhdu muzika dhe ka me qenë ma shumë improvizative, ku hen kush dënë e ka për instrumentin edhe bon muzikë, është edhe Rej Kollom aty dhe besoj që ka me bo një fest shumë e bukur që me nëzim të prit. Shka the ke Rej Kollomi për muzikantat e Kosovës? Me të kallëzu drejtë rejnë e kena bota shumë shok, si a i na thot neve familja eme në Kosovë, se kena bo shumë shok. A i vlerëson, a thot që kemi të mirë. Do më thonë, që kjo ekip që kena bo me rejnë, po të rekoj drejtë, janë në nivel, me to, do më thonë, kur në një gjënë bashk, nuk vrenë na i farë, dallimi se janë muzikanta fantastik se cili për këtyre. Do më thonë, ka hiqa që mirë na për shtatë, edhe ajo është i mahnitën për të kallëzoj drejtë, se... Do më thonë, është i knaqin me nivelin e muzikantave tonë. Edhe me nivelin e muzikantave, po edhe me pritin që e kena bo. Pritin, po që po, ta pas shumë kujdes me prit mirë, sepse kom qef aj me pas qef më këthy këto, jo veç për mu, por edhe për këndo tjetër që ka qef me bashkëpunu me to, dhe një sen i mirë, sidomos prej Jazz Festit që vjen, se unë e rejnë, nuk e kësha taku kur, mos i shkon Jazz Festivali, cilin organizon Armen Gjaferi, tash, cilin e ka fillu Ilir Bajri, edhe du më përmen, kjo se është kontribut për një me shumë i madhë që i bëhet, edhe shumë muzikanta që janë kalibrit botëror, si Jure Pukëll, Marko Qurqet, që janë plot, që kanë ardhë, që kanë marrë pjesë në albume ma ne këtu, kanë ardhë për mes Jazz Festivalit, jena taku me ta, dhe jena shëshnu me ta, edhe rej që ashtu ka ardhë. Ta shkëta njerës, kur po vinë këtu, qash mirë po kalojnë, sepse është mikpritja janë që i presim, të gjofa i pret mirë, unë e kom prit mirë. Kur po kthejen, ata këtë kanë rrethet veta, kanë shok, edhe kur janë nisë për hapë që mirë, shumë letë për shambull vjetë ka qenë Kurt Rosenwinkel në Jazz Festival në Prishtinë, ka qenë një koncert fantastik, Kurt Rosenwinkel është emër shumë i nalt, jazz gitarist, shumë i njoftun, edhe ka kalu shumë mirë dhe ajë, do më thonë, shumë është e rëndësishme, unë do më thonë jam gëzu që Jazz Festi e ka gjetë dhe një përkrojë që po vazhdan, sepse po në shelë që si mundësi. E këto e mundësi që s'vim për çdo ditë, unë jam shumë që unë e kom një rezultat konkret, e kom një trumpetist nivelit botëror, cili është në album temin, e po vjen edhe në koncerte sa herë pëftoj. Ti pipon dertin tënë, kështu kusht e mirë, po unë pja boj dertin e Kosovë. Dhe çfarë reklama për Kosovë kja? Po, është, do më thonë... Për bes, po. Mës me na po bota njerë si që s'dim arte, s'dim këse, po me na po që e bënca. Kosova ka, do më sidomos Prishtinë, edhe pse ka po Prishtina ditë matë mira, se sot ku është, shpirti Prishtinës është halo gjallë, edhe është një event cilin du me përmen, është event Jazz Cats, që është ja ka fillu me iniciativ të shokët të ndoshtë në Visar Kuqit, në Defy Them. Defy Them nëse keni është një hapësirë kulturore ku është hapësirë, është adres për muzikantat e ri me shku aty me bo muzikë. Ta është Jazz Cats, do të njerë mujt, martën e partë të mujet, është me bilet që po më pëlqen, edhe po ka njerës, gjdo herë është, unë nuk e u pjas një, veç nëse s'moj me shku, se nuk e u pjas një, edhe zakonisht që ndodhë aty është koncerti, ku është një informacion që i bën muzikë, edhe manena fillon jam session ku muzikantat e ri, hinë me këta muzikantat e bën muzikë bashkë, edhe unë e komune e veç jam të vrejt, mrena, disë sa muj organizohet kjo, u bo një vjetë, kemi sigur, po jam të vrejt për parimin të disa muzikantat të ri, cilë të janë të përparu dukshëm, se që ashtu të mësosh, të bo muzikë me... Edhe Rona një shliu organizon e do një plot. Po, Rona e ka, po, festivalin në Mitrovica International Jazz Festival, dhe 2 vjetë kanë me ardhë Snarky Papi aty, që është një sukses i madh. Snarky Papi janë një ensemble, shumë i njoftën, shumë profesionist, edhe shumë i muzikë që kanë ardhë, vjeta për vjetë ka qenë Richard Bona. Do më thonë, po lëvizin senet. Super, shumë mirë. Në komerciale është Sani Hilli, do më thonë, ka konsolidohet një varskene, edhe me ne që këto krejt janë të shty edhe industrinë, edhe artistat, me shku drejt live-it. Edhe Kosovë në Nelë shkon. Nelë shihet me sy tjetër prej botës. Po. Jo veç me dallavet. Sani Hilli veç par pjare e bënë për çdo vjetë. Sani Hilli, ato së në blenë me kurgjojq. Veç Sani Hilli. Po. Në çdo vjetë i kinë palina në ketë për të mediat botërore ma të njoftën a ki artikuj për Sani Hilli. Në Shqipnia ka aktivitetet tilla? Shumë.
Shumë, edhe shumë ma serios ata se na. Shumë. Shqyqysh janë tonë. Ka ma shumë mbështetje, ka ma shumë qasje në financa, nuk e di, është ndryshe sistemi, që di shka. Unë po të regojnë prill që tash që e kom pas koncertin tem 2 net, atje në Tiranë, kanë qenë dikun, mos tëm një 10 evente të ndodhë, 2 festivalet në dhoja, koncerte, në Pallat Kongres, do të ditë ka diçka që ndodhë. Edhe që i përkra qeveria? Nuk e di kush i përkra, po Bashkia e Tiranës përkra shumë. Mund ka përkra. Bashkia e Tiranës? Vasht po, mund ka përkra. Këtu a ka kësi përkraje? Po ka dhe këtu, që tash bile është një thirrje edhe një, dhe të qojmë që ka pëndodhë, po ka, por shumat nuk janë të krahasueshme shumat e përkrajës me atje. E pse s'pa fol edhe ma hapur? S'pa fol shpat edhe ma hapur? Atje ta japin një shumë me cilën ti mundesh me shku me marrë ndriqimin shumë profesionist që kushtojnë ato. Po. Mundesh me marrë zërimin që ka bënë në Tiranë, nuk kena kursy kur gjë heq, për ato ai ka me dalë qasi realizimi. Këtu ti japin, përkrajnë, po janë shumat. Ministria e ka rritë shumat pak, që është mirë, po prap ka hapësirë me u rritë, sepse senet e mira, unë menoj që është ma mirë me përkra ma pak projekte me shumë ma mdoja, se një qkim plot projekte mi u dhonë ka pak edhe ma nesi cili duhet. Unë për shemë për këtë IP albumin që e kom bode, pse kom pas përkraje, për stilun njëm falenderus, unë do është ve financu dhe vetë një pjesë, se nuk më kam njaftu, kuptën? Po e kom qasi pasioni që nuk muj mës me, adi nuk e lo për qatë punë, se kom pasion të madhe dhe jam shumë i lumëtëm, por që kjo është mesazh jam për institucionet të tëna. Unë menoj që duhet më rritë për kraja, sidomos nëse ka raste kur ty të pranë bugjetin. Unë 30 euro i lypa, aplikova për 30 euro në Ministrit Kulturës, nuk pidha. Dhe shë i bleni barcolete, kish njonin Portugalia. Di qëfar barcolete e mirë ke e shkur, nuk ma kalze ka i portugezej, tha që të mi parë 30 euro mi lypi, aplikova në Ministri, unë ja groj vetë, bablok s'kam punë me shtetë. Pak me relaksu bisedën, por kjo thirrja jote ta përkrahi me shpirt. Çfarë po thonë ne? Ka përkraje, unë jam gjithmonë. E kanë obligim. Unë gjithmonë kam qenë për krahun. Unë e di që s'di këta, shka është muzika xheze këto, po kanë obligim. Si ta nini jaz që shkruan, jep një paret. Blues, ku shkruan aty blues, music, jep jam as vet, po nuk shepedit. Ose ndaj rock, ose ndaj R&B-a që më thot shpati. Ajo kemë pa blok që super jam top, no shaket. Pasha zoten. Prishtinë 14 qershor. 14 qershor, hapësira kulturore edhe, është open air, është në natyrë, me familje, mund në Dili hona dhe vijet. Po. Po, kena më knosh. Perëndimin e zi. Biletat janë shitje, është event që javlen, masi është weekend me ardhë pej Prizrenit, pej Frizojt, biletat prej Tiranës më ardhë dhe kur që s'ka qenë, ose që do më ardhë dhe petë, se kjo ka me qenë ndryshe. Që një vrejtë që normal që emisionin ndërtu të sulmu ka pak. Hajde shkojmë. Pse s'pi bënë për shkakun që të festival, që s'pë thëmë Gjakovë, se thu, lokalisti, në bjesht Ergovës, jo qëta. Po, pse s'po organizanin gjdo cept Kosovës? Arsua, unë e kom njës këto dhe ja kom lo një emër, qëto katarsis, edhe kjo tash veç o kryu si brand, nëse dikush e ka përcjell posterin e Tiranës, është që posteri Prishtinës është një evoluim i ati posteri, edhe këtë koncept e kom fillu në Tiranë për vazhdoj Prishtinë, energjia jam e kam të shku, synimi jam është me vazhdu në krejt qytetet. Du me bo në Gjilan sal teatrit, du me bo në Ferizaj, du me bo në Shkup, du me bo në Prizren, du me bo në Pej, në Gjakov, gjithë kënë ku kam publik, unë du me bo, po tash, kjo varët, e për krahjes. Po të kuptoj, po s'për edhe në Shqipni du me bo njejt, në Shkodër, në Elbastan, Durrës, edhe kur po thëmë, du me bo, në këto e kom bo, already. Kjo ka me qenë turneu i tret, cilin e kom pas muzik në teatr, që jo kom Prishtinë, edhe njëjti në Shqipni ka qenë me emrin Udhëtim në fjalë Tinguj, që është organizuar në vitin 2022 në Kosovë dhe në vitin 2022. Udhëtim në fjalë Tinguj. Kush ta ka titullu? Vet, unë këto i titulloj vet. I ki këtë titull, do më thënë, po munona me adho një titull që me një fjalë, unë adhe, kur thu pak me një fjalë, kur thu shumë me një fjalë, që aty ke më rridi, që ka unë që ashtu munona me abo. Që që ki titullu albumet tjerë, i ki interesante. Pa e tash kom shku të mësu, po të kalëzoj drejt. Hajde. Shemull, të parin, molla e parë, thjesht, që ja kom lënë emrin e një kongës, se edhe nështë o ku një pari, e kom gitë që atë mollën dhe e kom angër. Masa ne i dyti, ja kom lënë emrin Shkëndi, njëjt emrin një kongë aty, arsua pse ja kom lënë emrin Shkëndi albumit dytë, është se ajo kongë e ka shërnu një farë evoluimi pak tingullit tem,
pre albumit parë. I dyti ka qenë një album cilin kom qenë të kërku. Edhe kom qenë si një farë mes, edhe kom qenë komod pak ma shumë, po edhe halas kom ditë fort. Në të parën s'kom ditë fort, i kom pas kongët, po kështu ka po du me shku me aranjmane, nuk është që i kom qenë shumë, i pjekun. Ma një albumin e tret, albumin Rrugës, aty veç ja kom nisë me marrë me di që ka po du. Edhe ja kom lënë emrin Rrugës, se është një kongë cila ka një mesazh shumë spiritual në atë album, edhe ka duke emër i përshtatshëm se qyshe përjetoj që rena Rrugës, gjithë jam të shku dikën, jeta është ashtu, është një farë udhëtimi, edhe në që ashtu më nona me pa, nuk më rrinë kur, dhe më thonë nësë kom qef me më rri, kom qef gjithë me qenë të shku. Dhe më thonë, kur më rrinë në cak, nuk nalësh, po e shtynë Ja, cakun. du të cokun veç me shtu ma për para. Po se që ashtu për mu që ajo është, Shka thonë s'kom qef më ullë, për shemë, kur e kom kry koncertin në Tiranë, 2 ditë sold out o konë komplet, unë e kom ujë shumë letë ma në Prishtinë me ne një javë ditë të mu knaqë, ose çfarë suksesi. Po, si kom rri në Prishtinë, me njëherë kom shku të nesrit edhe, mu taku me drejtërën me folë për me bo aty, se kom pasën plan edhe me njëherë ja kom nisë punës, e këna caktu datën që tashën bileta në shqitje dhe qështu jam ka du mi gra, edhe gjithashtu ja kom bërsh Prishtinës këtë koncert. Që kjo sold out, a i vjetë shqit, ne? O shqit komplet, 2 net ka qenë sala plot, pra më thonë në Universitetin e Arteve në Tiranë. Bravo shpat. Faleminderit. Shka thonë muzikantat e mirë të Kosovës për ty? Unë e kom raport me krejt muzikantat e Shka Kosovës. thonë muzikalisht, a je farë artisti? Unë e gjithmonë hasim vlerësim tyne, sidomos me këtë albumin e funit, kanë thonë fjallë tepër të mira, sepse edhe si projekt ka qenë shumë ambicios dhe i guximshëm, dhe më thonë live i pikin abo, live album, e nuk është, kusho muzikant e kupton që nuk është sa një thjesht me bo, dhe më thonë kongë të këti albumi, nuk eksiston një studio verzion, ma një live verzion, është dhe qaj live verzion, s'ka tjetër. Që ato e ki një baranxhem, që e kanë bo që ashtu live, konga funit. Tash mu që ka po më pëlqen me qitë albumin e funit shumë, është, mas e kena bo live, kur i bojmë tash në koncert, ato t'inglojnë njëjtë, që janë, t'inglojnë original. Po veç ndrani ka pak, kontinni live. Për pas improvizimeve, trejnollit i cilë është trumpet, aty manin aj, që aty vjen, aty na i vjen. Në moment. Po në moment, edhe ka momente, manin aty, muna me zgatë ma shumë, ka qenë një kongë të Tiranës tash, se na i dina format pa ka shumë që shqybojna, po një moment në simi vishë vazhdoj, zgatë edhe një, zgatë edhe një takt. E momentit. Qështë vjerë, që kjo është bukuria e live-et edhe në këtë procesin e qëti albumi që ashtu e kom lënë. Për shembull këtë albumin e kom kongë që është 8 minuta e gjysë. Njona be kongëve, ma e gjata. Albumi ka 5 kongë, po si album është 34 minuta, që është gjatësia një albumit me 10 kongë nështë ta, 7-8 kongë. Sepse kongë të janë gjata, se nuk kom dasht as me qitë kushte, as me qitë formë, apo rrim me zgatë me solo, po se zgatë se vre, s'ka lidhe. Ku po shkojmë tash? Po vazhdojnë konga, po pse du të me bu kongën 3 minuta ka të Jo, më që Gjath shpata ku boqit pytje, pse bëca bolmija njës konga y zhvillohet, ku të bëhe 4 minuta për du të bëndaj si në angë, ku tash baron. Këta që ashtu ja kanë bo, këta kanë kongë që ashtu. Skryet konga kur, se që ashtu. Që i më shajnë një Crazy Diamond, sot dijet gatë, këtë gata, run like hell, ja fuqin gatë kënjon, barën gjeme ki që atë këtë studio për herë që i ka ra. Ose Telegraph Road, në Fleri, ose Stingi, ku ta problem, ka jetë ta kënja shpirtin. Nej Bet Heart, nej, që si jam në Marburg, na inspirojnë. Bash. Qatë rrugë me njekë që për puti Rrugës, që shë kompozon një kongë, shpat, shka i thu vetit kur merë mi shkru një kongë. E tash, deri në albumin e tret, do më thonë, inspirimin e marrë gjithmonë prej mrena, fillona në vete, edhe janë zakonisht këshyri me gjithë një të vërtit. A njësë prej tekstit, a prej melodisë? Zakonisht a njësë prej melodisë, po ka kongë që i kom bo dhe prej tekstit. Ka kongë që i kom bo prej tekstit, por nuk e kom, është pak ma sfiduse me bo prej tekstit për mu, dhe pse nuk është që e kom provu shumë me të kaltu drejtë. Zakonisht e marrë gitarën, jëmë të jurohën, vjen melodia, e manina jashti tekstin. Ajo që ka ndryshu në albumin e 4 tash, këtë ipi albumin, është që e kom ndru qëtë proces, sepse me vetë dije, kom dasht me ndru soundin, kom dasht me ndru tingullin, kom dasht me bo një album neo soul dhe kom ditë sakt. Edhe kom ditë që unë e vetë që atë sound nuk moj me mëri. Se nuk e kom që atë virtuozitet, nuk moj. Edhe du t'bja pranu vetës, edhe ma një kom në qysh me abo, po i ki njerës që munën. Që din mira. Apo më kuptan. Edhe kom thirë, në simin e kom thirë të parin, e kom thirë jetonin, fatlinë edhe jo kom bo qështu. Unë e po du me juve me bo një album neo soul, unë s'kam asë një akord. Asë një heq, asë një melodi s'kam, po du akordin e parë në një unë pe juve me bo. Po më kuptan?
Jo, po të kuptoj, Edhe qashtu ja ka nis. po më pëlqen shumë që po punon në mënyrë kolektive, kolegiale. Edhe jam kënaqur shumë, po tregoj kom gjetë formulën se shumë shpejt e kena bo albumin, se këta janë për një me muzikanta shumë fantastik se cili prej tyne. Edhe se cila kong e ka prekjen e se cilit. Një kong e ka nis Fatlindin bas, një kong e ka nis Nesimi, dikun e kom nis une, dikun jetoni hen thot, ej, po qëtu pse s'pëndrojnë ashtu shtu. Ka qenë në stop qështu bised, edhe jena shok shumë të mirë, kërkush adin ketë ka shku shumë let, edhe shumë shpejti kena bo kongë, për një mes s'ko mujt me besu që ta shpejti kena bo këto 5 kongë. Është albumi që këmbo mas shpejti. Ku të është atmosfera mirë, dashnia, e manit qajo farë atmosfere mes nesh ju bo, kur kom shku mi bo tekstet, edhe tekstet shumë shpejt më kanë dalë. Nuk jam mënu manit shumë që kam me shujt, po thjesht veç, plus i pyet çfarë teme pjo doke që jo kongë, sa jam një man mu. Ma e pëshin një temë, okej, është kësha shpe. Shtu që ka qenë përvoj shumë e mirë, edhe është një drejtim cilin një më ka du me eksploru, qëtë sound edhe qëtë formul. Mi mledh, këta bilone kisha qef me shku me një shpi, e kom një shpi familje e kofër në licea atje në Batlov, me shku krejt atje me nejt jatë 2 haftit. Qështu bojnë ata të mdaj? Bojnë ata të mdaj. Bojnë një shkull, 6 vujës dhe me folë më se ideja është, qëllimi është me lënë muzikën me ndodhë si aksidentet lumë të rajtë. Ate një të nejtë dhomë edhe nuk ka, ate se kena me shku. Një të nejtë, dikush të ej, sta shumë merdhe një ide. Shko në kop, e qajo energji, qajo kërë të vjenë, që ashtu ajo është, që aty kopët magjia, që ashtu bojnë albumat e mdhej. Që ashtu dalin ato shpirt në ore. Që ashtu e kena bo këto, po e kena bo ka 2 orë në ataku, edhe kena nejtë, ka qenë shumë një farë procesi i lit. Me kekë sa djemë. Edhe me nëzi po pres me vazhdu, mi bo krejt të bazbari, po du mi a bo koncerte, qëti albumin, Kosovë, në Shqipni, edhe në diasporë, Gjermani unë e kom shumë dëgju, që ta shkina me dojtë të diaspora, po du me të vete, a ka mund dëgju mirë atë natë, në katarsis, këtu në natyrë. Normal, kër te ki se datin atë që ka më dëgju. I herë do është të me thonë, a ki babën aty me zërim, ki me thonë, qilin babë, se datin më borë, qysh babën. Ti mundet me la përzia, jo. Po. Se datin e kemi atë pak ma... Edhe se datin e kom pas edhe një pi album kër e kom incizu me sound, ka qenë se datin, kështu që nuk e kom gojle në heq atë. Janë dru me mja po baba. I kësaj pune, gjem dhe vetë thonë, po të mirë ka baba, a na qërë thonë baba i zërimit, i tingullit mirë. Në fillim, e shkaknove shpat? Fillim ke konga Instinktivisht, që është kongë për albumit tem 3, është kongë që e kom edhe me video, edhe është kongë që më pëlqen e ka një farë gruvi, që është kongë gjithashtu me ofër qëti soundit që jem të shku tash, Neo Soul, për që ato vendosa me bu. Se ta ndërpreva këtu pi uj, janala e më shpat, edhe tash i pëdalim të diaspora. A ki plan me organizu koncert që shpi bo ku shke që to? Tysonia? Shka bot marë? Jo marë, po nuk shkoj. Shkova fizikë dhe metafizikë pak. Ja, vishë Tysonia, se s'ka kush që ma shtrëngën më s'po bëjt piqelore. Ku të bot rika. Hajde Holyfieldi. Shko bo shpat? Kusho? Ja. Shko e ka këshirë telefon? Nishtë përne, mu s'mi qojnë përgjegjat. Kështë të këshirë diçka tjetër. Që ashto? Tha, a bo me s'me folë me politikë? Tha, shadhone, ka mirë, marë? Që ku dullë ta është politikë? Le ma mirë, Po është zote në adhjo, tha, mu s'mi qojnë përgjegjat. Ku këdhe? Ljoshë, kam qitë njeri. Ka plët mësafir, shpat da folim, sa pikuj më tuta, ka plët mësafir, që dojnë, a di politik, e pikuj për tuta, që thëmë, me folë politik, jo për s'po kam qef, okej, ta shi masim shtina atë, jo bre, jo, ti, jo, kesh të thonë, shko ka bot më me ne gjithë kjo hasë ti me s'falun për foli, për edhe të në nu thash, qysh blall, s'pi patim dëzotni, që me na udheq për qef e me dashni. Jo me na shtimu u rejt. Patëm, apo do patëm Godfather, apo do patëm Big Brother, apo do patëm Big Sister. Se puna mesazheve, edhe na kemi nevoj për mother. As për father, as për brother, as për sister. As Godfather, as Big Brother, as Big Sister. Mother Teresa. Po që dashni. Që si partije ku të nabot një Mother Teresa dhe një qikë që në udheq, o kryke madhe. Ta shumë, po bre u bo një farë atmosfere. Që shkam shtini me folë, poshtë.
Për që ta ku akon të udhim djarki, dhe shkapi nervoze, s'pa folë për ta s'mujtë shpat. Diaspora. Koncertet për i shojmë që i bojnë, kush boni Dafi? Po kam fillu, që ato po thëmë, kam fillu. Ylli. Kur dojmë të pa ty? Une vjet i kom pas, jo vjet, po, par vjet, me që ato thtim në fjallet tinguj që të regova, kam qenë me Visar Kuqin edhe Tomor Kuqin, kam pas 3 koncerte diaspor, një në Oslo, një në Rom, edhe një në Vjen. Po këto kanë qenë koncerte që më kanë ftu mu, për shembull ato në Oslo dhe në Rom kanë qenë prej ambasadës Kosovës, atje për pavarësitë Kosovës. Ky në Vjen ka qenë përmes një organizatës atje shqiptare, cila organizon, edhe kam shku. Po për këtë album, për këtë konceptin tash, Katarsis, një datë e kam të konfirmume në Bern, aty kam shku kështu me bendin tem, me bo repertorin tem, që kjo është tash në Oslo. Kjo në Oslo. Po, po për këtë koncert tash, sidomos për këtë linjen e re ku jam të hi, jam shumë interesuar dhe jam tu këshyr aktivisht me gjetë bashkëpunëtor me organizu turne në Gjermani, sidomos, në Gjermani kom shumë dëgjus, fakt, shteti ku kom as shumë të dëgjus është Gjermania, kur i bën këtë qytetet bashk, në Zvicër, gjithashtu, kom shumë dëgjus, Bruxelles mund është, Bruxelles. Edhe qytete marina ku ka shqiptar, edhe pa tjetër, po më vjen, që ato po më vjen mirë që kam fillu edhe organizatorët me kuptu që ka levërdi kësi organizime, sepse njerës, do më thonë diaspora jonë që jetojnë jashtë, kanë qef vërë me shku mullë me një teatr me po një koncert. Janë shkollu, ka 3-3 edhe shkollu, janë mësu me shku në për koncertet botnore, edhe kanë qef marrë shqip me po, dishka po të pregatit një mirë. Të me thonë që ato kam qef me bo, gjithashtu, kur flasë edhe për Kosovën, kam shumë qef me bo koncertet dhe ndo qytete që janë matë harrume, që s'kanë shumë program, po se cila e ka një shpit kulturës, se du të me posë. Me legje, kanë salën, po nuk ka qatë shumë program. Për shambull, në Gjilan ka program, Ferizaj ka, Prishtin ka, nësi Prishtina s'ka tash as teatr, as ku gjë, po mos t'ima ne. Po, për shambull, në Ravec, në Kin, Kaçanek, e kanë salën, e për qito, do më thonë, e kanë dëshiren me shku me uzgjanu, dhe sepse ata njerëz kanë qef me ngu muzik të mirë dhe vina, po më kuptonë veç nuk po jo servohet. Po jena fokusun që të qendrat urbane edhe që aty jena të nejtë. E tash për diçka të tilë, Ministria Kulturës, kur aplikoj me një koncept për 15 koncerte, do të me të adhonë mbështetjen për 15, se manina qëtën me zvoglu numërin, kuptonë? Po, mërë. A i thash, po, si tash një jazë blu e se rëcke sa ullë kësi, veç du të ma thonë, po, pa hup ko me hi me lezu shka është. Bajram Cur me shku në përqësi vene që prandaj të është po e se s'pëkëshyni jashtë Prishtinës, jo në për qendrat të mdha. Une që potash, atje një stok që ashtë dhe fix, që ashtë mo knjaq, dhe i gjallënohet krejtë Kosovë. Qështu po kom qef, po du të mi po edhe qytetet edhe ato, si udhëtim. Që kjo është dëshira jeme, tash sa mu me realizu, tash shuhe. Bashkëpunim me Pekin. Që ka me mujtë. Me kismet. Që Dafi Shaboni e patë koncertin tonë Prishtinë. Dafin e kam shoqen shumë mirë, bile e kena një kongë bashkë, dhe kena një kongë bashkë, e kena që. E kena lansu, është kongë në albumin e saj, po kom kalu qaq mirë me to, e kom shoqe të ka moqme, edhe në këtë projekt më kaftu, edhe ma ka dhonë krejt lirin me bu këtë kongë, edhe bashkë menoj që ka do lisan shumë interesant. Dafja baba, diko shtatë, qështë pra është femën e që pëthu baba, ani edhe njona pra. Shumë vlerësoj edhe kom ngu, këtu kom qenë Prishtinë, kom ngu kure patë koncertin, ka qenë një koncert fantastik, performansën e ka pas shumë mirë, Dafi në live, perfekt, edhe tash po vazhdan, që në Athinë, Tiranë ka kështu me radhë, që shumë mirë. Edhe në Tiranë ka po. Po e ka në Tiranë tash në maj, dhe ma një garant ka me vazhdu në Tiranë për Evropë. Dafi gjithë e ka pas, qyre, Dafi është e para që e ka pas menajmentin, gjithmonë e ka pas anën e menajmentit, kështu shumë të mirë. Edhe vetë është të kjo baba. Edhe vetë është, po që ato, se kjo e ka ditë që ka me bu. Edhe menej që ta shtjetë pak edhe ka mësubit. Okej. Ani, mas i ki pas duet me Dafin, për din që përdu më të fona për aknon, a mund është me improvizu që atë po bitlu, po a ki me pas prap me Dafin. Po gjithë qyshën ka meftu, e kam nërmen meftu, si kam kalzu, po kam meftu në një moment, me një kongë temen që kam qef më pas, në stil krit temen. Po, jam në një fazë ku jam i hapun me përbashkëpunime që tash, sepse pe kam një ndje, dhe më dhone kam arritur në një identitet artistik temen, edhe mujna mu takun mes. Mos me shku asu në ketë komerciale, as ta mos më alë kretë, po si me Dafinën,
e kemi gjetë i farmesi. Edhe për shtë më interesuar, për shembull, me MC Creation Lyrical Sound, pintat e kom 2 kongë që i kom bo që në albumin e tyne, që ka ndalë vjetë, nuk janë me videoklip, për në albumin e tyne, sidomos konga Rendezvous, mu më pëlqen shumë që shka dalë, së është diçka ketë ndryshe, edhe repturat i kanë mytë aty djemët. Kështu që jam me një fazë kër jam hapë në qëtë aspekt. E tash kongën me Dafinën, kom e bo një verzion veç me gitarit që kom shkrujtër në fillim. Për Marak. E Marina e kana bo aranjmanin. Po mëso qa pat ardha, thamë pas kur të vjen, këtu shpirtore që është që vjen. Që të mikrofon të nxasë, e heka. Ato për qef. Po. Kur së ka njek bablak. Që tash që është e klojnë me Dafin me shpatin që kusë të dëruar bised për muzikë, për Marakin ton, edhe që shto gjona që si artista ka herë, edhe bised, edhe Dorata Dora më ka thonë, që vjen për presim Dorata. Po, ajo kënë një live, edhe ajo është, kosë ka po sukses tjerës da kanë shumë, dhe më thonë, ajë sukses në vjen pa punu, këto pa, që është shumë mirë. Shkoj, ma? Që është bablokun për dalë që atjerës, për të rejtë që to. Të rejtë to si ka që betur ty me ta zonë ato. Ato gitarën për qef, ta me zdoti qëtu, o ka bëhet fra emisioni, ha dat, a i knoqen? Very good, ha? Ki parë shojnë kongën në solo, ku të shkon fade out, fullin, kanë në për radio. Mas falë një mërës të, a i koktori ka bu mundi dhe në fund, ku morë që të gitarët lumë goja dhe dur. Fajmnerës. E kom ble, qëta është vëlla, e kom ble, ja kom bu vetës doratë për vitri. Mas i babadim një... Sërë, kësi e vi. Po, thash, për ble vetë. Po, na unë vetë baba i dimit. E kom ble në, qëta është në 10 orë. Shkop. Që gitarë? Kom plot, vëlla. Kom plot, po ja kom një stash me dal pak pre akustikës në qëtë gitare, se po më pëlqen si sound, po më pëlqen pak ma ndryshe, po më pak ma shumë liri edhe me u shprej ma mirë muzikalisht, sidomos në live, ku po më me lujt në të, po kna qa ketë. Kur i mshel sytë, kur këndon shpesh e ki këto si specifik tonën që edhe ma është man edhe për këtë punë. E kam. E shenë gjarje, na? Nuk e di qka shoh, po thjesht kur i msheli sytë, më lejan me i mrena, aty ku dura me i për me nëzirë, ku unë kom qef me i, për me nëzirë një farë emocioni kur performaj, edhe gjitha kom bo prej fillimit edhe qashtu m'ka me tash. Do një msheli sytë edhe në koncert edhe gjithë i msheli sytë, munona manimi që e ka njësë, edhe qërë mërë pak, mërë po dosë. Qërë mërë e. Që se për bëvakimi qenërës për pakër, do të apone e kabinet shef, publiku, 2000 vetë vrët, se për msheli sytë, kullap më këthuj. Bile shumë interesant, herën e parë kër pa ta shku, herën e parë kër pa ta dalë ndërrojnë në Top Fest, kjo punë është në 2008-ën, kur mora pjesë dhe shkova me bogjerimin për herë të parë, dhe hinë ata shkira parë që shkova në grem në televizor, se su karo me mbo grem, edhe ula mi bo grem, edhe ta shaj, ja njësaj më qyshtë ta tha, oj pas ke sytë, që ka tha ti në dzeri, ti boj sytë, edhe nuk e dim qitin sy, ma ka qitin farkse, dzez, këto, edhe mbi boni kështu, pak si me tishtë. Graf Dracula. Une, a din ashtë plus, i kishtë 21 vjetës, nuk e disha ku jam, a din vjen pak, i intimidum pak, s'mesha me thonë, jo, s'ka nevoj, lema veç mos me mvizlu ftyra, po këpëtan vetë, sit. Edhe po shkoj tash parës me dorë, po këshyna pas syre, këto më do këshim kështu, s'disha s'ka me bo, kom shku i kom fshi këto, se u to që ata s'më shpi për shklia, po këpëtan, i kom fshi këto, edhe kom dalë, po tash, kur kom dalë, më stop sy më shel, këto syt, komplet i kom të lymë. Kur në këqysh atë vitër, kur jam konë në ndërej, i kom syt e lymë këto, isha këna po të kërë, a në stop jam me sy më shel aty. Shtu. Bërë gati disa foto të shpatit, po a ki bashkëpunim edhe për shemë Vlashentin? Sa ta i bojnë ati do organizime? Jo, me të s'kom bashkëpunim. Jo, ne i bashkëpunim, po përmendoj edhe ne pa ka aktivitete bolle, edhe që shoteshin 3 musketeret, edhe ka organizime që lezeshme. Për festivale, po. Ka organizime, festivale ka shumë ma shumë atje se këtu. Atje ka shumë festivale, shtash. Tirana ka, po dhe Njog, edhe aty ta shkon bashkë me turizmin, ka shumë të huj që po vinë edhe normal, kur ki shumë njerës që qarkullojnë me njere, edhe ki organizu stilt shojnë levërdim organizu sene, më kuptan. Por edhe mbështeta që shtash ma herët, edhe ekosistemi është zhvillu, edhe këtu të është i zhvillu, edhe në ki sound mirë, ki dritat mirë, apo ati është ma i zhvillu. Ma seriozë e marrin punën në Shqipni? Ti është ka ecë sene, do më thonë, dalimi na këtu jena ma të avansum në krijim të ri, në qëtu e perceptoj në originalitet, ka artista që në interesant, atje në ma të zhvillu në spektakl
televizion, spektakl, në skena mdoja me ta bo show, ata janë shumë përpara, na kënena jena përpara. Kombinimi del super. Kombinimi perfekt, që tash tamam për neve, na. Po, na pak ajo gjejmë si ata shqiptar. A të shëtisi pak në për disa foto e shpata dhe i komentojmë kështu Blitz ose Express që letë vje malet, që kjo pra, dhe mirë bolë që e qitet edhe një herë për shkak të... kokoli.al, keni aty adresën, edhe kokoli.com, kokoli.al, një platformë shumë e mirë, me gjak 4 qershor djerën, kena muk noq, Sun, Moon and Stars, dhe dizajnin e kena bua për shemë deal me yje me këtë njerin që është përjetu një farë energjie. Katarsis, që si jam në burë. Po dhe? Jo, pasul me djath titull e albumit, pasu, qësh par burë, pak, artë jep da, hajde dhe një foto tjetër, du më thonë biletat, për kalëzën shpati që kuj keni, po në shqitër, biletat, mërën me njerë me hi, linku është në Instagram të one, në bio. Hajde ma blok foto tjetër? Kjo është prej... Kjo është prej koncertit Katarsis në Tiranë, të salla Universitetit të Arteve, është një sallë, ta shko dhe foto tjera, besoj që i shohem. Që to lampat, përshpicet që to, api lëptea, ki dhe një skenografat të arëgjës. Këto lampi kam pru me të regu drejt skenografisë, këna posë me drita e këna kry skenografin, ka qeni person shumë profesionist dhe dritat e këna posë shumë mira, po salla është që shpesheni, ka kapacitetin 500 veta, ama njerës nuk janë shumë largë, në dyqysh si për rreth. Me të një? E skena është e madhe shumë. Tjep thellësi, për që ato ka dollë diçka shumë bukur edhe soundi, edhe audio ka qenë shumë mirë, krejt ka qenë një event për i me për mu i paharrushëm. Edhe Prishtinë, fatkeqësisht, për momente nuk kena sol t'il, nuk ka sol, po presim kur të renovohen e kur të bota e sola që jenë të e forë që sa një sol. Por për qatë arsye kom dosh me po Prishtinë diçka, mos me improvizu me naj sol që s'mujmë me mri këtë grandiozitet. Kom dosh gjithashtu me bo një event që është ndryshe edhe kom gjetë qëto open air, video kam dukur shumë interesant, kam e qenë në qilë të hapun, se është qasi materiali edhe po kom qef me bo edhe event, ku edhe shoqënia jam vinë me fëmijë edhe vinë me familje, vinë njerës knaqën, kejtë bashkë. Edhe kam të dalë shumë bukur se s'pëdu mi përsërit moveq në qelë të hapër që pëthu. Në Circus Maximus në Rom, qelë i hapër, unë e borë, i pa dalen. Ku thash, a thu që shka mundimër, ngillmuri, qelë i hapër, për na mërë zonin qelë, ma mirë njët aty, se s'ki probleme, kështu s'ta këthen në audio në kur gjo. Kjo është rej kolëm aty që përshini, në atë moment së është të i ra trumpetës, së është të i ra kongave, se dhe këtyne i bjen, po, ja këna lonë edhe hela ne, herë kënej. Edhe arti për mas jetoni aty anash. Arti loka e ne. Alban Skendera i bën dë bukra koncerta. Ajo është i pari që ja ka njësë një buk të mdojat. Këto në për stadiume, në më nënaj për ta mush stadiumin, veç suksese, po e ka një ekip të mirë, edhe ka bagazh muzikës si kantautor, e dojnë këtë mushat, që Unë ka herë për më bënë me dyshu, po ku ta shoh dhe shpat edhe deda për di që je shqiptar, se pak shqiptar lavdojnë kolekte vetë. Po jo mëre, kur bëndi kush punë të mirë, atina është budalaki, mës me thonë që e ki po punën e mirë. Bile, qëre, une kur shati kanë të po mirë këqyri, okej, po me ka më bo që shtuat, se mës me bo dhe në t'i shkatë në gjajnë. Merë mësime dhe vazhdanë, edhe du të mi thonë, tu të nam presin me dekë për me të lavdru, fatë këtësisht. Që arson të lugatë e anisëm të të lavdu. Ja, s'boli te po. Shtu, është një janë përgjithësia ki po. Po, bre, po. Që atëherë krejtë qohën me folë, asë dhe në gjallë, shumë pak. Po foli për emra që janë... Për emra të mdhaj. Që rinë të harrum. Hajde foto tjetër për shpatin tonë. Kjo është në Vjenë, ku kam qenë këtu me Libor Njupoldin dhe Visar Kuqi, një koncert, dhe kjo ka qenë shumë i veçantë, me një sallë shumë bukur në Vjenë. Kjo është, nëse s'gaboj, par vjetë. Foto tjetër, bravo për shpa? Që Vjena, vazhdo në Vjena. Që i bejstik, pa. Lezet është. Si pas ka nërëzuma këtë ndërtes për t'ja fut banesa, banes marakit, lokale për funi ashpat, se s'folle me 7 salë, për thonë që lajni budala. Edhe për darspat. Edhe ki po darspat. Edhe për sëneti, pote e s'pote, datë, bojmë sënet. Parë o fjella. Kjo është në Prishtinë,
para bendit Morqiba, që ka qenë për nderit të ditës pavarësisë të Kosovës, festës, unë kam qenë me bendin tem para tyne që e kemi hapë programe, ka qenë një sound fantastik, jena knoqë që edhe kjo është njëjtë. Ka qenë në Bororamez, aty të sola e madhe, jena knoqë. Shumë ka qenë event i mirë edhe kjo. Hajde shëtisim pak në për shpatin, se ki nuk shijet fort edhe zbazo modesti, thash parës, mësë më bo që fol, ata gjithë, vode, që pa po më najtë me kësit popullore, dhe tisha folin, vishi fërkoj sytë edhe i herë, falja e Beethovenja ku shje, po të ti, ose i qetre, Freddie Mercury, hatë me dile këma merë që të pak shirë për stallon. Fol burë. Kjo është prej turneut muzik teatr, që e kemi bo në Kosovë, në 6 qytetet Kosovës e kemi bo. Ku ke të të dhim që aty është pat ftyre pas ke bu këshokat dhe ndishka? Shpirti. Bravo Shpat, vazhdojmë me Shpatin? Kjo është nona em të me thonë lullet në koncertin e Tiranës, tash se ka qenë familja em aty prezente, që ka qenë ditëlindja e babit, edhe bo një moment shumë i veçantë, aty 75 vjeti ka bo babi atë ditë, pikërisht atë ditë. Edhe në thash në mikrofon, thash e kom familjen këto, edhe pi përshëndes, babi ka ditëlindjen edhe janë nesën këtë sala, mi akë në shumë rime ditëlindjen, në po një moment fantastik. Për 8 mars e ka, a? Jo, për pisha lullet. E mami është apasionume mas lulleve, o borë i shpis të na botë, si kështu botanical garden, që thonë se këtë një lullë dhe vetë e ka shtu pasion, edhe normal, në fund kërë pash me lullë, shumë... A ma shumë jetë artë Shpat kur nuk e ki familjen publik, a e ki? Unë... A të ndikon? Jo, nuk më ndikon. Mu i bëhet në ndikon. S'kem qef mi pas familjes. Jo, nuk më ndikon. Hajtë shrejo që atje. Nuk më ndikon, do më thonë si kënë, si s'kenë, në mundona me respektuat personi cili ka ardhë me kalu një ore gjysë me mu, dhe ose të mos kër ka pagu bilet edhe ka ardhë me më dëgju, mundona me a respektu që të vëmendje dhe që atë kontribut që e kam bo, edhe mundona me dhonë matë mirën prej vetës gjithmonë. Shpat, se bone një trik që e kanë bo për parën e për koncerte, nashta dhe sot e bojnë. Për shemë. 2-3 shok këtu, babi, mami, mësë me kalzu, ti ka qenë me ty. Ti të kënu, ata me dalë kështë për qesin bakshish. Kështë për hekin sahatin, kështë për du shumë, vap të ta jopë ty për minzit tjertë. Mas ne këtë marëm, ti ju këthen këtëjnë të mesin të atyne. Ose më janis me bo edhe një, që më janis të tjertë. Po më rëpë se jo më shka më gjithë se në. Kështë për hekin zingjën e dukatit, a i shok e vetit të ja falë, o kallën, mas emisionit merët i këtu, mas koncertit merët se dhezi, i e dhanë ta që. Shas jo kanë bërë qëketit, publikut. Shpat deda u thim në fjale Tinguj. Kjo besoj është video, po, kjo është video që e kam në kanalin tem në YouTube, e kemi gjiru, kjo është koncerti u thim fjale Tinguj, njëjt me Visarën Kuqin e Tomër Kuqin, çka është interesant, është që Visari është një virtuoz. Të më dhona për Visari të dhona i bjenë muzikës, nuk i bjenë instrumentit. Dhe këtu në këtë koncert, Visari ka pas 4 instrumente rrëdhë vetës, ka qenë si një farë orkestre, edhe i ka ndru herë njënën herë tjetërën, plus e ka pas një pedale që i inqizoj kënë loop, edhe o kriju një atmosferë shumë e veçantë këtë koncert. Kjo ka qenë të sala e kishës ortodokse në Tiranë, në majt viti 2023, kanë qenë 2 net, edhe këtu ka qenë 2 net sold out, edhe është gjiru njëjtë prej Top Channel, edhe kam qitë gjithashtu si live album në Spotify, njerës mund me i, sepse këtu e në kongët, kryesisht albumit tem të tretë, por janë të rimaginu me aranjmanet, me përku me këtë format, me këto instrumente. Të është Tomër Kuqin gitar elektrike, unë gitar, dhe është Mani Visari kretë instrumentet, edhe për këto, me këta të dytë, jenë ataku, dikon ma shumë se një muj, një muj e gjys, i kena kriju këto aranjmanet, kena pas, vazhdimisht back and forth, edhe i kena bo. E manena mas koncerteve, mas pare kena bo turneo në Kosovë, i kena bo 6 koncerte në sala teatrave, muzik teatr, mas asoj e kam bo në Tiranë 2, edhe kam vazhdu në Shkodër, kam vazhdu në Elbasan, edhe kam vazhdu në Dorës. Në salat e teatrave, ku kena kalu shumë mirë, këtë skenografin e njejt e kena bojt në krejt salat. Bravo. Si do të thëtë, para këti, në 2018 e kom pas një tur tjetër, ndërsta dalim aty, Po, bëj kemi. ku kanë qenë e pa të mbu në pjesë të trashëgimisë kulturore të Shqipërisë, për shembull mbrana Gjirokastër në Kalo, kam bu një koncert ma të Amfiteatri Parkut, gjithashtu në Tiranë, kam bu të Kaloja në Elbasan, Bravo, të Amfiteatri në Durrës, mbrana të një fartuneli aty. Edhe qaj koncert si do mos, aty kam qenë me Armen Gjaferin, duo, gitariste, veç me ta, a koncertin Tiranë e kom pas me krejt bendin, edhe i Tiranës është një qizum, gjithashtu e kom në... Sepse jo mundu të
paktën për çdo album temin, me pas ka një koncert të madh, shumë profesionist, në për vendet posaçme. të xhirum gjithashtu. Edhe e kam albumin domethënë e kam në Tiranë, 3 në Tiranë. Se çashtu ka shku puna, mbështetjen e kam gjetë atje. Por i kam të 3 dhe tash du me vazhdu kështu. E bëj një album, e bëj një koncert, cilin kom qef me inqizu dhe me lonë me pas në arkiv. Por gjatë këtyne turnejave, ja kom nisë me ardhë në përfundim që i muzika jame shërbet qështu ullur, sol, vjen me dëgju. Do me thonë, unë e muj me bu muzikë edhe në festivale, e kom repertuarin edhe për festivale, që është pak ma i gjallë, edhe bojmë festivale. Po kjo muzika ta manë për shka unë njihna, është qështu. Më orë mungu, mu thellun muzikë, nalën dritat, e këshur skenën për qatë një ore gjysë, të manin adel me një farë emocioni, që farë do që të merë prej koncertit. Edhe gjatë këtyre, kom kriju kogja një farë përvoje, se për shembull në Kosovë kom organizu kogja si vetë, së muzikë teatër, ka qeni për krom për Ministrisë Kulturës, për shka i falenderoj, po 6 koncerte e kom bo vetë, edhe ka qeni farë formule që nuk ka qeni e vështirë me organizu, sepse me sala teatrave, thjeshtu i kom qas, kanë qenë krejt me një dëshirë me organizu koncertit edhe infrastrukturën e teatrit të e përdor, pak shumë sene do shmequa aty edhe salat teatrave i kena të mira. Këto a ke bot të në klan, a ke bo në herë? Jo, në klan nuk kom bo. Ja, ma po të kom e folë, thënë ma këta të klanin, valonën e kom, më starshojmë këtë gjallë të përna ik dhe ka? Klan e bojmë kismet, o salë në madhe, aty kismet dhe aty do të bojmë, po duna me konceptu diçka që i rringë saj sale. Po. Diçka që është përshtatshme për këtë salë, mas 2 vjetëve kom 20 vjetorin e karierës, aty du me bo kismet diçka me orkestër, me filharmoni, kështu që folim. Nështë në qatë moment. Jo, vish pa kom qef. Jo, kom qef sanët mira. Televizion i mirë, shpati i mirë edhe që kaq. Me shumë qef. Se përbuk, shko kënon bunar. Unë i kam punë të mija, kam jetë të teme, se për bunar në vë. A, lap, so 4% diçka për Safir, ja? Apo, a? Ne janë një dhe vlaur. Nëse më shtebër në politik. E ato muni me thirë për politik, falë një knosin me to për politik, a jes. E veç asatina se asë me përgjeshët. Ne, a petë me vetë me një politik. Asatina se asë me përgjeshët. Kur është kjo bre? Ilir Deda, është vlavi shpat Dedës, një djallë korrekt, djallë i meqëm, djallë... Shka të bo që kënjëri? është të punu tash. Po dhe, po ko? është të punu në fushën e politikës, por jo si i zgjedhën, do më thonë të tërhek prej rolit publik. Po, di ka analizat top për folë. Në qatë fush, me organizatat nëshme, ka disa. E motra Nita, a është mund Dokufest? Jo, Nita nuk është mund Dokufest, Nita tash është në Tiranë, të Villa Art Explora, e cila ka marrë vilën e ish diktatorit e Verhoxhës, edhe kanë shëndru në një rezidencë artistike, edhe Nita është aty drejtorish e artistike e programit. Na morën edhe Nitën, për këtu i të lap atje? E morën vëlla ketë për morën, se që është po kanë iniciativë. Qa me thonë? Ani, mirë Shqipënia i merë Shqipënia, po dhe neve në këto në duhen marborë. Po qërë ajo është përvoje mirë që është e bo dhe ku me ditë jetë është rritë është e rena, kena alo vetë, unë e po nina për vetë e muzikë, sa ja kom një qëtash, që ashtu jëmë të përjetu për të kalzej drejtë. Me që të albumin e funit, unë jëmë të e një qëtash, qëtash ja kom një me marë qëka pa du të aman me bo. Edhe kjo po mjep shumë energji dhe shumë motiv. Kaltu drejt. Ani suksese edhe Nitës. O, të barën Shqipnia. Lap, edhe mund ka pas tjerë. Po ja, edhe mund ka pas tjerë, thash jasë në lo Kosovë. Ka shenë 3 bile dhe miti sa këshiltar që i murën atë që i prektuit. Thash e bojnë piktuit bashk, po nuk mojnë me bojnë veç kësi se më do këtë që pjak në shpire në Kosovës. Tashi, po ti shka mërë budal, më konë tashi shë ndetë tërnu. A budala që jam. Bëjgar se edhe i kemi Ljoshka, i kemi Vlazën e motra. Po, jena bashkë, jena një dhe qaja shumë e bukur. Qaja fotografi ke ku? Djenja ma e mirë për mu është kur për kalon kufinin veç pigro kjerët. Ska ma lezat. Shqip, ne i sanë për të folë që atë, ku i o vla? O, zot, kjo është në kukë. 4 majta, para 12 vjetë. Pa qëmër, farë flokë pas në pasë. S'ke ndryshu shumë dorën zemë. Po s'ka ndryshu shpat? Pak. Që me ma flokë tash? Gjithë të rabor? Ani dhe s'ka lidhe mira. Ko shpat, ti s'pas ka ndryshu? Ja, ka ndryshu që shjo. Pa. Kjo? E njëti vit, a? 7 majtë. Flokë tjerë? Flokë tjerë, kjo është me gjasë kërë kom fitu baftën. Shmimin bafta që kam qenë producent në atë filmin, Home. Pa, që aty në gurë që ishti që mësafirët me në shkru gurë. A i kene ujtë pa ishta gurë, a i gjujtë të njëjnik. Krejt i kena.
Krejt kujtimet të oksigenit. Krejt. Qepa se më shpat deden. Einstein atje për mas, o zigen. Einstein për mas, Einstein në dorë. Më shpat. Oke, bëllë kemi foto, bëllë qitëm foto, për të veç shpat e shka të punu kështu, ki pas të edhe dizajner, apo? Jo dizajner, jo. Jo dizajner, por si për marketing asem. Po, punoj, unë kom studiu marketingun, edhe nivel master, kom studiu ma një master biznes, kom bo, po qenë Amerikë me burs, plot bursën e KF-it e kom pas, kjo mu ma kaleju me bo muzikën që pare bëj për këtë kodë gjatë pas një kompromis, sepse burimin e kom pas tjetër kon. A që kjo e lezet? Që ato e kom rru, nuk e kom shti elementin e financave në krijimtari. Normal që e shti si menagement, me qëtë muzikë që e kom, se pa tjetër që unë nuk shkaj... Po jo për pare me fliq muzikën. Po jo, mu urë kur du me bo një kongë me menu, qysh kom i bo të pare me qëtë kongë, ashtu se kom bo kur, sepse e kom një profesion tjetër. Gjatë krejt karrierës unë kom pas një punë, një vend punë, ku kom shku me orarë, tash për momentin nuk kom, për që të arsye jom liru pak durët edhe jom të jadho një vëmendje pak ma të madhe muzikës, edhe për mu me organizu si koncerte, se këto lypin punë, lypin angazhim, normalin e kom bo një fare ekipi, po prap motori i krejt senem du na me qenu ne, sepse qashtu është kjo punë. Por, her pasere, kom projekte, ku prunoj si freelance edhe angazhona, unë jam i profilizum në strategjit marketingut në kreativ, kom punu si copywriter shumë kod gjatë, kom bo tekste, slogane, skenore të reklamave, marim karo me bo edhe regjit reklamave, montaj, kom bo, për shembull, plot videoklipet mijat i kom montu vetë, nuk e dija din këto njerës, për i kom, montaj e kom bo vetë, se mësova me montu dhe thash, bërse ju risha mi kry montajirave. Edhe bërsa, ka pe që tash të mashtësht, janë isa mi, që më dhe bona shumë i mërzitshëm, përvajnë të bëjnë një vetë, bërse në shta, o dy, ku me ditë, ma një anisi me pëlqy shumë. Se që të kom po që këtë storytelling ndodhë në montaj, ti. Ishka në gëzove, api merë qitash materialin, shkote në nëzyrë montojnë në të pushojnë të adjem. U kry. Lumi, Ondi, Olti, njerë keni free. U kry. Mërë? Edhe kjo me siguri e montojnë ma mirë se ju. Kjo montojnë e ju është pak ma e vështirë kjo, kër i 4-5 ekrona që dush me zgjellë. Apo... Qashtu edhe... Plus kamera gjërojnë edhe vetë. Ekstra i ki. Po. Ja, i një apshtove shpat. Mirë që shmarburs në lafdove, son të heqë, për thonë, bravo dhe ju që jeni mundu mi rujt, mes mundiku prej pares e në emision, nuk e fliqe me kësi, nuk e... Unë e tash, po s'ta thash mikrofon, se më boni për shtypja dhe sot e emision... 717. Allah, 717. 18 vjetër. Po qenë gjithashtu shumë ambienti që pas ke bo, edhe ti gjithë ke pas shmek, besem, qa me të thonë, me ty gjithë jam një mirë, gjithë e ki një farë nivelli, një farë standardi, edhe na vynë kjo shumë televizion, që halal të kofë që e ke vazhdu, që e ke majtë, edhe që e ke bo ekipin e tilë, dhe më kur ke thonë e kom se datin këto, e den njeri qasin në shfare është të, dhe më pesho instrumentet, bendi, fantazi. Kajti kemi këtu me drita high class, me ndryqusin high class, kamermanat e ki class, s'di pse erdhën sot, se s'pranojnë këta njërë Clintonin ka thëmë s'da thirë me gjëru. Po tash, une kom e diqu biletat më orë tonë me më po në koncert, dhe menzi po pres të mani me miqu stand-up tonin malë me në stand-up. Po kismete, po edhe po stand-upin, visht mirën vesh me jetonin, me bo një organizim të mirë, se kam jaran edhe është zanatlik sa i punim ka foli për përëndim, për Evropë, një stand-up high class. Po, asë më nësë, asë në jemës në arra, dush me bo dhe këtu një të madhë, për neve këtu. Po, veç mas pori ati, mas në ne këtu. Po, jo marrë dhe këtu, që edhe për marak. Shpat, apës për ki qef bëtërshu, apë të më najt edhe pak, apë ki qef, a je lodh. Jo, mirë, jam falimderat shumë, u kalova te për mije, sinqeresht, keni mua bet, pas ka mormalli morë të të në emision. Kalova shumë mirë, që falimderat shumë për krejt, mi prune edhe do kujtimet bukra për mes tyne flokave që mi qite për para. I pruna këtu mi marrë shpite, po këto që për ta fali na jonë, na për shabatën. Ku që ba qiti pa orë është dhe bek, ku shakem hek me lakën strange, be këto mi gjithë, mi bo. Respekt për ty, për standardin që e ke majt, edhe për shembullin që e jep, me emisionin që edhe që ke vazhdu ka shgat, veç maje se kena shumë nevoj për në me këtu. Kështu që për fund, po du mi përkujtu kejt edhe një herë, kur është ka mira, cila njëm të këshyrë? Që aty, me 14 qershor,
të hapësira kulturore edhe në Prishtinë, koncerti katarsis Sun Moon and Stars, open air natyr, koncert, ka me qenë diçka shumë e veçantë, me ndriçim shumë special, hajdeni me familje, hajdeni krejt bashkë, se këram puna që është ditë e dile, edhe lutën i krejt, më kun koha e mirë, se qaqë as kom qka i bëj, tjera të i kom kontrol. E kanë këta spikera, Dyna Audio, e kanë një slogan, edhe tërqethve ju qohën tërqeth, kur i ngonë në Dyna Audio muzikën, kështu që mundet me ndodhë që edhe te shpati, se japin shpirta, se dati ka plaka shumë. Me mujtë mi mashtru, ti shtash me thonë kështu për ty, mi amarron mi që unë shpiteme. Si kam edhe 2 euro në fatë mirë. Tujliresht, po stari. Ka me në shkrime. Data ki, me në shkrim të kuj e ki? Steve Lukather. Ka në shkrim, do. Dedicated for Sedat. Për no, emnin Sedat, që shfar plaka ka. Shikus të ndëroj, me shpat deden, ishim edhe ka koncert, faliminers, shpat edhe kretë kolegë tu, Albani, Ylli, Dafi, krejt ta që për në larsoni shqiptarin, ju keni dertin e koncert, kom dertin e shqiptaris. Më ngrit, por kur të më se harru muzikën tonë populore. Qashtu është zbana. Prej mavish, muzikë populore, në alë të kështu që të shka kombe. Kena shumë muzikë të bukur, burimore. Me vishtë të lizej që të poshtë sujtë e balit. Këndon Melita Shehu, shoqërojnë orkestra e shtëpisë së kulturës Peshkopi. Po vjen zoga, kjo tjetra sa më shpejt, ma vune komen, këndon Luqije Miloti. Qfar emni tamën për muzikë. Super. Këtu tjetre këndon Ego kjo Thëllënza, grupi populori Burrelit, këndon Fitnete Regja, edhe emnin e ki për muzikë. Bëj hajgore me Fatmire, besin e 2 erone që i kom audiofila, kanë 4-4 ploka. Thëma, ki po bre, kur ta vetë, për shemëll, thash, si ta vetë, që ki emnin, Bet Hart, për shemëll, ose Roger Waters, Feel It Din, ose Shine de Conor, që ki emnin, Shine de Konktare, ja, thot, po ku o dite, po si mas emnit, besim që ki ti emnin, Mosli, Shakman, Rock, Zman. Bajo miktuj. Beson shumë e rock e ma emnin Mosli, ma mes da keq kuptojnë, ari që besim. Fute, nuk e di. Ha? Po bon, bes, du të me pos besim Randy në muzika. Crawford, a konktore je, a? Thot, po, ku e ditë, po, emni për për të konzve. Po, bon edhe shpat. Po, boj ka po get. Po, bon, edhe Dafi. Qështë bon? Qëra emni të jap kuptimin, së të jap kuptimin Ka pak emni. hajgore, po, ta për tjetë. Normal. Vesh, nuk shkon me burë, mi pas emnin... Mi pas për shemullone... Edhe besim e kam bëllë të pleqve. Jo, mëre. Nuk ka bash për show, po hajtë për mundona këshipishoj tjetë me pështu vetë. Besim. Njaj, që mi pas ma? Duhet me pas njëri besim. Po. Për me mujtë me po t'i shka, kështu që javeshe. Pa besim, mos me t'pas t'i qa bujnë. Ja, kuptimi ka shumë të mirë. Plos edhe në përgju tjera ka kuptim basim e kësi, i gëzushëm, i arejshëm, me fa i gëzushëm, më nërvës gjithë ditën në kopën. Halo se mërë në e mesaj, më ngallëzushëm i vetë shpotin. Mos më gocë, mos e mirë, pështum. A jemi me, okej, me shpatin, atarshojmë një dhe ta pim kaj kafe, a pa paguni ju s'fonde ma si s'kini me mundtu se vjen vetë këmë premier. Shekus të dure, falenojmë shpat deden, që që kemi këta dje me këto qika që për ne apin muzik, të bukër, pa arru dhe këngëtarët e mirë fill që i kemi edhe të muzikës popullor. Pak, bërqat vërës që i kemi, këneja ne, edhe rock, edhe R&B, edhe soul, edhe neo soul, edhe gjithë shka kemi, veç me na u qelë dyrë. Shpat deda, që dora pa. Që ki qenë me klua lak, na që jo lenat vime në koncert. Po shkojnë, qash përdoj mamel. Pa. Hajde një koncert. Që to rumi se këta të terin to, kjo dhe se do ti mi vjedhin to. Tja boj fotografi si mi marrin. Hajgare, këtu ka veç dashnin këtë emision edhe punë serioze. Shpat për boj që tu mësë me mi vjedh plak ata dhe i dal me pi kafe. Qështu, unë e ti mi boj foto për marak, edhe... Nice. Shqie ma vonë me këfes që kusë në të vojë, që kjo është shpati, e dini, tungë.